Një shekull më parë, me 25 tetor 1925, në qytetin e Kavajës u themelua një ëndër që mori formën në fushatat e para të futbollit shqiptar dhe më pas u kthye në një simbol krenarie e pasioni për çdo kavajas, klubi sportiv Besa. Sot, 100 vjet më vonë, qyteti i Kavajës feston këtë përvjetor të veçantë me një sër aktivitetesh sportive dhe kulturore, në kujdesin e Bashkisë së Kavajës dhe kryetarit të saj Fesnik Qosja, i cili ka premtuar rikthimin e lavdisë së dikurshme të klubit, me ndërtimin e stadiumit të ri dhe mbështetjen e brezave të rinj të sportistëve. Në fjalën e tij, kreu i bashkisë u shprehse: "Sot Kavaja feston një shekull dashurie për futbollin dhe qytetin dhe për emrin që na bashkon të gjithëve, Besa e Kavajës, një histori që fillon nga zemra e popullit të Kavajës dhe që do vazhdojë me të njëjtin shpirt të dashurisë." Festimet për 100 vjetorin janë paraprir nga disa evente sportive që kanë rikthyer atmosferën e dikurshme të futbollit të Kavajës në kujdesin e bashkisë dhe të drejtorisë së kulturës dhe sporteve. Gjatë datave 14 deri në 21 tetor janë zhvilluar ndeshje emocionuese kalçetoje me pjesëmarrjen e 16 skuadrave nga Kavaja dhe zonat përreth. Golat e spektaklit dhe tifozët kanë gjallëruar çdo mbrëmje duke dëshmuar se pasioni për futbollin në Kavaj nuk ka shuar kurrë. Një ndër finalet më emocionuese ishte ajo e turneut 5x5 100 vjet Besa, ku skuadrat Freskia dhe Xhamia Kubelie turuan një ndeshje spektakolare me fitoren e ekipit Freskia pas penaltive. Në këtë jubilej të ardhe, ekipi i ciklizmit Besa u bashkua me urimin e tij, duke nënvizuar si një shekull më parë nisi një histori që do të mbante frymëzim për brezat që vinë. Në mesazhin e tyre thuhet: "Një shekull histori, sakrifice dhe dashurie për sportin që ka bërë Besën simbol të qytetit dhe emër respektin në të gjithë Shqipërinë. Le të vazhdojnë të garojnë me zemër dhe dinjitet, sepse Besa do të mbetet gjithmonë një histori që nuk shuhet." Në rrugët dhe sheshet e Kavajës atmosfera është festive. Muzika, flamujt verdh e zi dhe kujtimet e fitores së dikurshme kanë bërë bashkë gjenerata të ndryshme, duke dëshmuar se Besa është më shumë se një ekip, një ndjenjë që jeton në zemrat e çdo kavajasi.